Kjo është njëna prej sukseseve më të mëdha të kësaj qeverie. Kompania që e fitoi kontratën për fabrikën obligohej pa kostshtesë për shtetin të kryente asgjësimin e kafshëve që janë të prekura nga sëmundjet. E keni kalkuluar ju si gazetar të Kosovës se cili është dëmi që i shkaktohet Kosovës nga mungesa një fabrike për trajtimin e mbetjeve? Çuçi kalkuloni ju ndotjen e vazhdueshme? Ose çka keni bë 4 vjet si ministër për me funksionalizu fabrikën që sot funksionalizon? Po kjo është njëna prej sukseseve më të mëdha të kësaj qeverie. Funksionalizimi i fabrikës. Në aspektin ambiental, është njëna prej sukseseve më të mëdha, për shkak se 14 vite ka pas stagnim. Kështu, si ministër në qeverin Kurti D, Faton Peci mburrej për nënshkrimin e kontratës për funksionalizimin e fabrikës për përpunimin e mbetjeve shtazore. Ai ngriste edhe shqetësime për ndotjen e ambientit, kur arsyetonte nënshkrimin e kontratës, për të cilën Kallxo.com pati publikuar një holumtim në 2 vazhdime. Së fundmi, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka dhënë një kontratë, vlera indikative se cilës është 55.000 euro. Kjo është kontrata kornizë në kozgjatje prej 1 viti, e cila u dha për asgjësimin e kafshëve të prekura nga sëmundjet, pasi në Kosovë u konfirmua prezenca e sëmundjes lija e deleve. Deri këtu, shikues të nderuar, duket gjithçka në rregull. Por, kur i kemi kontrolluar dokumentet, kemi pa që në kontratën e nënshkruar në janar të vitit 2025 nga esh-ministri Bujqësisë Faton Peci, parashihej puna e njëjtë për të cilën au dha kontratë të re. Fjala është për kontratën me anë të së cilës parashihej funksionalizimi i fabrikës për përpunimin e nënprodukteve shtazore, të cilën e kishte fituar kompania Lep KS IT. Kallxo.com ka siguruar informacione që fabrika, për të cilën krenohej ish-ministri Peci, nuk është funksionalizuar plotësisht, as pas 16 muajsh prej kur nënshkrua ajo kontratë. Neni 8.7 i kontratës për funksionalizimin e fabrikës së nënprodukteve shtazore thot konkretisht këtë. Operatori ekonomik është e obliguar që të gjitha urdhresat që vijnë nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë për kafshët e ngordhura në ferma, si dhe kafshët të cilat duhet të asgjësohen si pasojë në prezencës së ndonjë sëmundje infektive apo rasteve të shpërthimit të ndonjë pandemie, të marrë përsipër transportin e tyre deri te fabrika dhe përpunimin apo asgjësimin pa kostshtesë. Falas. Pra, shikues të nderuar, kompania që e fitoi kontratën për fabrikën para 1 viti e 4 muajsh obligohej pa kostshtesë për shtetin të kryente asgjësimin e kafshëve që janë të prekura nga sëmundjet. Por, kjo nuk ka ndodhur në praktikë. E gjendur para situatës me prezencë të sëmundjes së kafshëve, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë është detyruar të japë një kontratë të re, kornizë, për të kryer shërbimet. Kallxo.com ka kërkuar sqarime nga AUV për të kuptuar nëse kompania fituese e kontratës për funksionalizimin e fabrikës nuk po e zbaton marrëveshjen kontraktuale dhe nëse kjo konsiderohet mos përmbushje e kontratës nga operatori privat. Në përgjigje me shkrim, Agjencia për Ushqim dhe Veterinari ka konfirmuar nënshkrimin e kontratës së re. Po ashtu, ka dhënë detaje se pse nuk po kryen shërbimet e asgjësimit të kafshëve nga kompania që e fitoi kontratën për fabrikën e përpunimit të nënprodukteve shtazore. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë aktualisht ka në fuqi një kontratë 1 vjeçare e nënshkruar më datën 18 mars 2026 për asgjësimin e kafshëve të prekura nga sëmundjet e kategorisë, të cilat janë obligim ligjor i autoritetit për asgjësim. Kjo kontratë është kontratë kornizë dhe është e paraparë të ndërpritet menjëherë sapo fabrika të bëhet funksionale. Qëllimi i saj është i qartë, të garantojë vazhdimsinë e një shërbimi të domosdoshëm për mbrojtjen e shëndetit publik, shëndetit veterinar dhe mjedisit. Sa i përket fabrikës për përpunimin e nënprodukteve shtazore, ajo ende nuk është në funksion. Projekti aktualisht ndodhet në fazën përfundimtare të plotësimit të dokumentacionit për sigurimin e lejes së operimit. Vonesat kanë ardhur kryesisht për arsye teknike dhe ligjore, përfshirë sanimin e dëmtimeve në instalime, rregullimin e implantit të ujrave dhe riparimin e trafos elektrike, si dhe përmbushjen e të gjitha kushteve të kërkuara nga autoritetet përkatëse Komune Adrenasit. Deri në funksionalizimin e fabrikës, asgjësimi i kafshëve po kryhet nga operatori ekonomik i kontraktuar, asgjësim përmes metodës së groposjes, një praktike përdorur ndër vite në mungesë të një alternative funksionale.
Është me rëndësi të theksohet se nuk ka mbi vendosje të kontratave dhe as dyfishim të shpenzimeve publike. Agjencia për Ushqim dhe Veterinari ka arsyetuar dhënien e kontratës së re duke thënë se fabrika ende nuk është funksionalizuar. Referuar nenit 8.7 të kontratës, i cili parasheh obligimin e operatorit për trajtimin e kafshëve të ngordhura apo të sëmura, theksojmë se për shkak se fabrika ende nuk është funksionale dhe mbetet në fazë eksperimentale, këto obligime nuk kanë mundur të zbatohen në praktik. Gjithashtu, deri në këtë fazë nuk janë ndërmarrë masa ndëshkuese apo penalitete ndaj operatorit ekonomik, pasi procesi i funksionalizimit të fabrikës është ende në zhvillim dhe në pritje të përmbushjes së të gjitha kushteve ligjore dhe teknike për operim. Kemi provuar të marrim përgjigje edhe nga kompania Lep KS-IT në lidhje me obligimet kontraktuale për kryerjen e shërbimeve të azgjësimit të kafshëve me sëmundje, por deri në publikimin e kësaj storie, kompania nuk ka kthyer përgjigje. Fituese e kontratës së re për azgjësimin e kafshëve me sëmundje është kompania Zhvillimi nga Podujeva. Vlera totale indikative e kontratës së nënshkruar nga AOV është 55.000 euro. Nga kërkimet në internet, tek Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve, del që kjo kompani aktivitetin kryesore ka ndërtimin e objekteve banesore dhe jo banesore. Kallzo.com ka provuar të marrë një përgjigje edhe nga kompania për të kuptuar mbi përvojën e ngjashme të shërbimeve në sektorin e kafshëve me sëmundje, por ata nuk kanë pranuar të japin detaje, ndërsa një përgjigje me shkrim na ka dërguar Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Lidhur me operatorin ekonomik, ju njoftojmë se sipas vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, i ka plotësuar të gjitha kriteret të cilat janë kërkuar nga njësia kërkuese në kërkesën për inicimin e procedurës së prokurimit, e të cilat janë vendosur në dosjen e tenderit. Gjithashtu, operatori ekonomik ka përvojë sepse që nga viti 2016 është duke kryer këtë shërbim.